Plani strategjik 2026-2030 i Ministrisë së Kulturës parasheh racionalizim të institucioneve kulturore, përfshirë edhe ansamblin muzikor në Tetov, gjë që mund të nënkuptojë mbylljen ose bashkimin e tij me institucione të tjera me arsyetimin e kapaciteteve të kufizuara. Drejtori i ansamblit muzikor në Tetov, Blerim Çamili, thotë se një hap i tillë është i papranueshëm dhe se institucioni do të kundërshtojë këtë plan. Plani strategjik sipas asaj që kam lexuar në draft, por edhe sipas një komunikimi telefonik që pata me ministrin, plani strategjik përfshin fuzionimin e institucioneve. Fuzionimi i institucioneve nënkupton që ansambli do të funksionojë nën kompetencat, më duket se të Pallatit të Kulturës, ashtu sa e kuptova unë, edhe disa institucione tjera do të fuzionohen. Për ansamblin muzikor, kjo mendoj se nuk është e përshtatshme. Çamili thotë se për institucionin vazhdimisht është premtuar zgjidhje për punësimet e stafit, por sipas tij ende nuk ka asnjë përgjigje konkrete. Ka gati, është mëse treta e dyta herë që unë si drejtori i ri i këtij ansamblit kërkoj punësimet dhe nuk më zhdon përgjigje në asnjë mënyrë, as a do realizohen, as a nuk do të realizohen këto punësime dhe arsyen pse. Ka qenë gjatë gjithë kohës ka qenë e paqartë. Kolegët të cilët ne bashkëpunojmë me kontrata të shkurtra, siç edhe dini ju, reaguan mbi këtë draft sepse ato presin punësimet. Nga ana tjetër, Bilal Kasami nga Vlen thotë se prioritet mbetet realizimi i punësimeve, ndërsa çështja e organizimit institucional është ende në fazë analize. Për ne është me rëndësi që të ketë punësime dhe ai ansambël të jetë në shërbim të kulturës tetovare. Pjesa tjetër është çështje organizative. Nuk kam informatë se ka vendim përfundimtar, përmenda ka një raport ku ansambli është në kuadër të vjetra institucioneve të kulturës në rang shtetëror, të cilat do duhet të riorganizohen me të vetmin qëllim që të jenë më funksional, sepse janë analizat cilat bëhen, nëse në rang shtetëror do të vendoset për riorganizimin e gjithë këtyre institucioneve, atëherë sigurisht që do të përfshirë edhe ansamblin. Nëse do të vendoset që të mbeten ashtu siç janë, atëherë do të mbetet edhe ansambli. Sipas të dhënave në këtë institucion, aktualisht janë vetëm 2 të punësuar dhe drejtori, ndërsa kërkesa fillestare ka qenë për 24 punësime nga rreth 60 pozita gjithsej, përfshirë staf administrativ, teknik dhe artistik. Ansambli muzikor në Tetov është themeluar me vendim qeveritar në mars të vitit 2018, ndërsa punësimet e para janë realizuar në vitin 2019.